qëndrimin e tyre për vijimin e seancës. Nuk do të thotë ndërprerje e seancës. Zoti Noka, ti e di mirë se sa e vërtetë është ajo që the. Gjithsesi, unë isha duke folur. Seanca është ndërprerje kur unë isha duke folur. Ta mbaroj unë pastaj të flasi. Për mua nuk ka asnjë ndryshim, jemi në rifillim të seancës, do flasin kryetarët e grupeve parlamentare dhe më pas do flas Zoti Bylukbashi dhe Zonja Topalli. Se cila është diferenca, kush flet i pari apo jo, apo i dyti, unë këtë nuk e di, po gjithsesi këtë e vendos, këtë interpretim e bën kryetari i kuvendit, referendum rregullores. Fjala për Zotin Balla, më pas si shumic, me rritjen e pensioneve, me rritjen e pagave dhe me plot investime të rëndësishme. Kjo është për ne. Edhe ju në fakt, sot keni një seancë të rëndësishme. Por serioziteti i forcës tuaj politike për kauzat që i lini rrugës është edhe kjo tallje që sapo bëni sot. Kemi diskutuar siç duhet ishte, lutem, ka mundësi të them edhe unë dy fjalë? Dhe kemi diskutuar se sot ka një debat të rëndësishëm për raportin e OSBE Odirit për zgjedhjet. Do ishte në nderin e forcës politike që ka kërkuar mocionin me debat, të ndaleshim dhe të gjenim një kohë të saktuar se kur të zhvillohet ky debat, që të kenë mundësi ta ndjekin qytetarët, ju në këndvështrimin tuaj, ne në këndvështrimin tonë. Po ju talleni. Ju talleni me gjithë kauzat që nisni. Talleni me kërkesën tuaj për bërim këndvështrimin tuaj, ne në këndvështrimin tonë. Po ju talleni. Ju talleni me gjithë kauzat që nisni. Talleni me kërkesën tuaj për bërim mocion debat për zgjedhjet, për raportin e OSBE Odirit. Talleni me kandidatët. Si that, Lepuri that, po këta kush janë? Ne jemi këta. Ne jemi nën kryetari i partisë, që është këtu. Ne jemi antarët e kryesisë që janë këtu. Ne kemi firmosur për këta. Edhe si tha ky, se kur të fyej ky i vetmi flamur, që nuk di kur është ngritur flamuri, të fyej ky, është fundi botës. Është fundi botës. Si tha, këta tha, Gjoje, këta tha i ka bindur Ervin Saliani. Do të thënë, këta u ka mbushur mendjen Ervin Saliani, edhe hallin e brendshëm të partisë tuaj, na solli tu. Tani, të dashur qytetar shqiptar, ti tregojmë popullit të vërtetat e mëdha të këtij procesi. Jemi 1250 ditë në shkeljet ligjit. Si kuvend, 2 legjislatura, 3 proceset nisura, të tradhtuara rrugës, u çua drejtuesi sotëm i grupit parlamentar në mbledhjen e sotme dhe tha, ka një praktik, tha, se janë tërhequr firmat. Nuk është e vërtet, ashtu siç e thatë ju. Ju kur nuk e keni gjetur konsensusin mes vetes. Është 10 minuta kjo pjesa. Jo, është 3 minutë, jo 10 minuta. Është 3 minuta procedurë kryetari i grupit Partisë Socialiste dhe edhe 3 minuta
zoti Klliçi. zoti Më kryetar, pas do të vijojmë me 10 minutë nëse do të bini dakord të rishni fjalët për procedurë. O kryetar, unë po marr, me qenë se ju nuk e respektuat rregulloren si duhet, unë kam të drejtën të flas 10 minutat në emër të Zoti grupit Balla, parlamentar. Nuk kemi kaluar te diskutimi 10 minuta. Ta mbaroj. Jemi te kryetar. procedura. Ta Po. mbaroj. Jo, kjo e para sa për të procedurën, është për këtë pikë të rendit ditës ka vetëm një folës pro, një folës kundër. Jo më s'ka procedurë për procedurën, se procedurë është kjo. Tani kemi 1250 ditë që tallemi me këtë proces. Ne po ju a themi që sot ne do të votojmë avokatën e popullit.